Eriola Doçi në lidhje dashurie me Lumbar Salihun. Një tjetër histori dashurie po përflitet në botën e showbizit shqiptar. Kësaj here në qendër të vëmendjes janë dy emra të njohur të reality show-ve. Fituesi i shtëpisë të famshme në Kosovë edicioni i 3 Lumbar Salihu dhe ish banorja e shtëpisë të famshme në Shqipëri edicioni i 3 Eriola Doçi. Sipas burimeve të emisionit prive, dyshja dyshohet se janë në një lidhje dashurie, të cilën po e mbajnë të fshehtë nga publiku. Burimet pranë tyre kanë zbuluar se mes Eriolës dhe ish fituesit të shtëpisë të famshme në Kosovë edicioni i 3 ka nisur një raport më shumë se sa shoqëror. Ndonse ata nuk kanë dalë publikisht si çift. Të dy personazhet ishin kontraktuar për të bashkëpunuar në një projekt filmik, që do t'i shihte në role kryesore. Por, siç bëhet e ditur, Lumbardhi fituesi i edicionit të 3 të shtëpisë të famshme në Kosovë është tërhequr në momentet e fundit, për shkak të një mosmarrëveshjeje rreth pagesës. Megjithatë, afërsia e tyre gjatë përgatitjeve të projektit thuhet se ka ndikuar në afrimin mes tyre. Ndërkohë, bukuroshja nga Kuksi Eriola Doçi vazhdon të jetë pjesë e ekranit si prezantuese në emisionin e njohur e diell në Top Media, ku ka fituar simpatinë e publikut me sharmin dhe spontanitetin e saj. Nuk dihet nëse dyshja do ta bëjnë publike marrëdhënien në të ardhmen, por për momentin zërat për një lidhje mes tyre po qarkullojnë me intensitet në mediat roz. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.